Përshëndetje, në këtë material ju jepet ky ushtrim. Rënja e dyshit 1/4 dhe rënja e treshit 1/7. Ju kërkohet të gjeni rënjën e 50-s përmbi rënjën e 48-s, sa bën ajo. Rënja e dyshit dhe rënja e treshit janë marrë me një shifër pas presjes dhe tonë. Atëherë përgjigjet janë njëra nga këto. Do keni kujdes. Nëse në përfundim pasi kryeni të gjitha veprimet që duhen, juve nuk ju del njëra nga këto përgjigje, nuk do mendoni që e keni gabim përgjigjen, por do mundoheni të ktheni atë në këtë formë. Pra në shumë ushtrime në provimet e lirimit, në alternativat e përgjigjeve nuk jepet me patjetër ajo që duhet të dalë përfundim, por jepet një formë e caktuar, që është e njëvlershme me të. Atëherë çfarë duhet të bëni? Duhet të mendoni se si unë ta kthej këtë përgjigje që mora në njëra nga format e dhëna A, B, C apo D. Më ndiqni deri në fund të videos për të parë se si ndodh kjo. Por gjithashtu, nëse ndonjëri nga ju ka dëshirë, e ndalon videon, e shkruan ushtrimin, e zgjidh atë dhe shikon se sa saktë ka zgjidhur. Atëherë vazhdojmë së bashku. Çfarë do bëni? Në fillim do nxirrni faktorin nga rënja. Pra, do shkruani 50-ën dhe 48-ën si prodhim dy faktorësh, ku njëri të jetë numër katror i plot. Atëherë 2 herë 25 dhe 3 herë 16. I nxjerrim nga rënja, 25-a del nga rënja si 5, rënja e dyshit mbetet, 16-a del nga rënja 4 dhe rënja e treshit mbetet siç është. Bëni zëvendësimet. 5 që shumëzon rënjën e dyshin e kishim 1/4 përmbi 4 që shumëzon rënjën e treshit që është 1/7. Bëni shumëzimet. 5 pra 1/4 që shumëzon 5-ën, 5 herë 4 20 zeron 2, 5 herë 1 5 dhe 2 7. Vendosni presjen. 4 1/7 që shumëzon 4. 4 herë 7 28, 8-ën 2, 4 herë 1 4 dhe 2 6. Vendosni presjen. Atëherë ju doli 7 përmbi 6 presje 8. Siç e shikoni, përfundimi nuk ju është si alternativat këtu. Atëherë çfarë duhet të mendoni? Si mundem unë këtë përfundim që mora ta kthej në këtë këtu? Pra çfarë kam gjetur? Që rënja e 50-s përmbi rënjën e 48-s më ka dalë 7 presje 0 përmbi 6 presje 8. Atëherë mendoj, shumëzoj numëruesin dhe emëruesin me një numër që të zhduk presjen. Atëherë me çfarë numri shumëzoj? Me 10. Quhet veprimi i vlerëshëm, nuk i ndryshon vlerën shprehjes. Atëherë 7 presje 0 herë 10 do të dali 70, ndërsa 6 presje 8 herë 10 do të dali 68. Pra, pasi ti ke kryer veprimin e një vlerëshëm, do të dali thyesa 70 përmbi 68. Çfarë bën në këtë moment? Ti mendon që shiko, a e kam këtë thyes këtu? Jo, nuk e kam. Atëherë çfarë do bëj? Do kryej thjeshtima. Me çfarë? Me 5, me 4, me 2, me 3. Atëherë filloj me dyshin. 70 pjesëtim për 2, 35. 68 pjesëtim për 2, 34. Pra si që shikoni, ne morëm përfundimin 35 përmbi 34. E kam thyes veprimi, shikoj cila nga alternativat është e saktë. Pra 35 të saktat është alternativa D. Mos harroni të qarkoni shkronjën. Prandaj u thash edhe në fillim të materialit, pra do keni kujdes. Kur ju shkoni deri në përfundim, nuk është se keni kryer veprime saktë, por thjesht ju duhet të gjeni pra mënyrën se si ta shprehni atë duke kryer veprime të njëvlershme në njëra nga alternativat e dhëna. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në materiale të tjera.